dytë që ndodh me Turqinë dhe paralajmërimet e Ankaras zyrtare, presidenti Erdogan kanë qenë të menjëhershme. A e shikoni se po vazhdoi ky presion edhe ndaj Turqisë, mund të rriqet ndoshta Turqia më parë se vendet e Gjirit Persik në një koalicion që mund i bashkohet Amerikës dhe Izraelit? Deri tani, më thënë, pra qëndrimi i Turqisë ka qenë që nuk donte të përzihesh në këtë luftë. Më thënë, ka pasur, pra Turqia dhe Irani është interesant, kanë një marrëdhënie, më thënë, paqe, që pak të nga shekulli 17, nuk kanë bërë luftra bashkë, ka një kufit përbashkët. Turqia natyrisht është shumë e kujdesshme dhe ka arsye të jetë e kujdesshme dhe kanë përshtypjen që, më thënë, i friksohet shumë një shëmbje të mundshme, domethënë pra të jo shumë të regjimit sa të Iranit si shtet, pra i cili mund të sjellë për shembull një valë të madhe refugjatësh pasaj për Turqinë. Mos harrojmë që konflikti në Siri, i çoi miliona, 3 milionë sa refugjat Turqisë, për shembull një peshë e rëndë për tu mbajtur, Irani është 90 sa milion, kështu që besoj se ka shumë arsye Turqia të jetë e kujdesshme, por duke qenë një vend pra natyrisht krenar dhe me kapacitete, mund mos sa të lërojë gjatë, nëse do ketë sulme të tjera.